Familja e kryekomisionerit për të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e të dhënave personale Besnik Dervishi është rast tipik i nepotizmit dhe kapjes së mieljes së pushtetit ekzekutiv dhe drejtësisë me poste të larta dhe tendere pazare, duke shfrytzuar detyrat. Besniku i punëve të pista, 26 vite në përkolltuqe pushteti, që shprej muajit korrik, Besnik Dervishi është kryekomisioneri të dhënave personale, ku do qëndroi deri në korrik 2029, ndërsa KLSH ka konstatuar vjedhje fondesh me tender dhe shtesa pagash nga 200 në 400.000 lek në muaj për vete dhe varësit, si kur janë me grada shkencore. Futja e tij në qeveri ka nisur në muajin mars 1999 me detyrën drejtori juridik i Ministrisë së Punëve Publike dhe Transportit, ku qëndroi deri në shtator 2000, i skeduar për shumë afera. Nga muaji shtator 2000 deri në mars 2002, Besniku i partisë ishte sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Transport, Telekomunikacionit dhe antar i bordit të trajnimit të administratës. Nga muaji prill 2002 deri në korrik 2002, ishte zëvendës ministri i ekonomisë, ndërsa deri në dhjetor 2003 ishte ministri i teritorit dhe turizmit, periudhë kur ka bërë batërdin me tokat në Bregdetin, Ksamil, Velipoj dhe trojet në Tiranë, akuzime të cilat i vazhdoi edhe gjatë periudhës janar 2004, janar 2005, kur ishte prefekt i Tiranës, e më pas këshilltari i Fatos Nanos për pronat për shërbime në grabitjen e pasurive shtetërore e private si ministër e prefekt. Në vitin 2005 u bë deputet i PS-s deri në shtator 2009. Pastaj shkoi pedagog juridiku në një universitet privat, Justiniani i parë, duke u tërhequr e gëzuar pasuritë dhe milionat e vjedhura. Në tetor 2013, Edi Rama emëroi prefekt në Vlorë, ku vazhdoi marifetet me tokat Vlorë-Ksamil, duke dhënë tapi false për tokat shtetërore dhe private, të konstatuara nga KLSH dhe antikrimi. Në këtë detyrë qëndroi deri në prill 2014, sa qepi shumë dosje tokash, dhe menjëherë Edi Rama e bëri kryekomisioner për dhënat personale, ku vazhdon detyrën prej 11 vitesh, ndërsa prej vitit 2016 është edhe ekspert i trajnimit të studentëve të shkollës së magjistraturës. Gruaja Diana Dervishi, pas 18 vitesh pazare te konkurrenca, është këshilltare në ILD. Rasti i Diana Dervishi dëshmon se zyrtar të lartë shteti që duhet ishin në burg ose minimalisht jashtë administratës publike emërohen në institucionet e larta të drejtësisë së re. Gjatë 18 viteve 2005-2023, Diana e famshme ishte sekretare e përgjithshme e Autoritetit të Konkurrencës, dosja e së cilës, hartuar nga SHish dhe antikrimi, ka brenda pazaret me monopolistët dhe koncesionarët e energjisë, karburanteve, bankave, ushqimeve, ilaçeve, pesticideve dhe transfertat e kapitaleve të kompanive offshore. Në korrik 2023, pas mpushjes së thasëve me miliona, Diana e partisë u emërua këshilltare në Inspektoriatin e Lartë të Drejtësisë, institucion që merr dhe heton zyrtarët e KLG, KLP, SPAK, Gjykatës së Posaçme, Gjykatës së Lartë, Prokurorisë së Përgjithshme dhe gjyqtarët e prokurorët. Djali Daniel Dervishi është punësuar në kompaninë private Tok Digital Agency SHPK, së cilës deri më tani babai Besnik Dervishi ka dhënë 82 milion lek tender, por i biri deklaron se prindrit i kanë dhuruar 80.000 euro cash dhe një vil 189.92 metër katror, po me vlerë 80.000 euro. Vajza, Persi Dervishi, është punësuar te komisioneri i mbikëqyrjes së shërbimit civil, ku sipas deklarimit në ILDKPI, qenë ka me pagë mujore 7.8 milion lek, ndërsa ky institucion i ka dhënë miliona lek kompanisë ku punoni vëllai. Nipi, Andi Mazi, është i punësuar si specialist analize dhe koordinimi në kabinetin e kryeministrit Edi Rama, ndërsa Besnik Dervishi i ka dhënë miliona lek tender nëpërmjet kompanisë Legal Cert SHPK, ku ai është ortak.